Japonia është rënditur sot nga një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.6 të shkallës Richter, i cili goditi zonën verilindore të vendit, pranë qytetit bregdetar Hachinohe, në prefekturën Aomori. Lëkundja e fortë me epicendër në det dhe një thellësi prej 50 kilometrash ka shkaktuar panik të madh në të gjithë rajonin, ndërsa autoritetet kanë konfirmuar plagosje dhe dëme materiale në disa zona. Ky tërmet ka rëndësi të veçantë dhe alarmuese, pasi ka goditur pikërisht në të njëjtin rajon, ku në vitin 2011 ndodhi katastrofa e madhe me magnitudë 9.0, e cila shkaktoi një tsunami shkatërues, mbi 19.700 viktima dhe defektin fatal të centralit bërthamor në Fukushima. Kjo ngjashmëri ka ngritur shqetësime të forta në qarqet shkencore dhe politike ndërkombëtare. Dr. Simon Boxall, ekspert i oqeanografisë në Universitetin e Southampton, paralajmëroi se ky tërmet është në të njëjtën zonë në atë të vitit 2011 dhe se orët në vijim do të jenë vendimtare për të kuptuar shkallën e vërtetë të dëmeve. Reagimi i autoriteteve japoneze ka qenë menjëhershëm. Kryeministri e Japonisë, Sanae Takaichi, njofton shpalljen e gjendjes emergjente në nivel kombëtar. Ajo theksoi se qeveria ka aktivizuar grupin e reagimit emergjent dhe ka nisur kontrollet e menjëhershme në centralet bërthamore të rajonit. Deri në këtë moment nuk ka raportime për rrjedhje radioaktive apo dëmtime kritike në infrastrukturë, por verifikimet vazhdojnë pa ndërprerje. Centralet në prefekturat Aomori dhe Miyagi janë në monitorim të vazhdueshëm nga Agjencia Japoneze e Energjisë Atomike, ndërsa teknologët dhe shkencëtarët janë në terren duke ndjekur çdo zhvillim. Japonia e traumatizuar nga përvoja e Fukushimës ka përmirësuar ndjeshëm protokollet e emergjencës dhe reagimin ndaj krizave bërthamore. Në zonën e goditur janë raportuar lëkundje pasuese të shumta, ndërsa transmetuesi publik NHK konfirmoi se disa persona u plagosën në një hotel në Hachinohe. Disa shërbime hekurudhore janë pezulluar, përfshirë linjat kryesore të hekurudhës lindore të Japonisë. Autoritetet lëshuan gjithashtu alarm për tsunami, me paralajmërime për val deri në 3 metra në zonat bregdetare të Iwate, Aomori dhe Hokkaidos. Deri tani janë regjistruar val me lartësi rreth 40 cm në portet Mutsu Oguara dhe Urakawa, por rreziku nuk është shpallur ende i kaluar. Japonia ndodhet në unazën e zjarrit, një zonë tejet aktive sismike dhe vulkanike që prodhon rreth 20% të tërmeteve më të fuqishme në botë. Vetëm gjatë një dite, mesatarisht regjistrohen 10 dridhje të tokës, por tërmetet të nivelit 7.6, sidomos në zonat e ndjeshme bërthamore, sjellin një nivel alarmi të veçantë. Situata mbetet dinamike. Ekspertët paralajmërojnë se orët e ardhshme do të jenë kritike për vlerësimin e dëmeve, rrezikun e tsunamit dhe gjendjen e centraleve bërthamore. Ndërkohë autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë larg Bregdetit dhe të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile. Në një vend ku kujtimi i vitit 2011 është ende i gjallë, tërmeti i sotëm ka rikthyer frikën në një tragjedi të re, por njëkohësisht ka treguar se Japonia është e përgatitur shumë më mirë se më parë për të përballur me emergjencat më të rënda natyrore.